Ndër zhvillimet kryesore uftoi të ndiqni prodhimi vendas dhe fuqia punëtore janë sfidat e mëdha të zhvillimit ekonomik. Banka e Shqipërisë kërkon më shumë vëmendje në këtë drejtim. Puna jashtë vendit solli mbi 192 milionë euro në 3 muajin e parë të 2026, shifra përbën nivelin më të lartë historik për një periudhë 3 muajore. Qeveria forcon më tej kontrollin dhe mbikëqyrjen e basteve sportive online. Rregullorja e Ministrisë së Financave parasheh gjurmimin e çdo transaksioni. 1 në 10 shqiptar përdorues të rrjeteve sociale i gjen në Facebook. Platformat e tjera kanë shumë herë më pak preferencë dhe përdorues. Ju përshëndes, do t'jemi bashkë me lajmet e orës 15 këtu në Skan Televizion. Banka e Shqipërisë prezantoi në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë raportin vjetor të punës. Ndër rekomandimet e këtij dokumenti ishte shtimi i vëmendjes për zgjerimin e prodhimit të vendas dhe kujdesit për burimet njerëzore. Në vlerësimin e aktualitetit, guvernatori Gent Sejko deklaroi se mjedisi ekonomik dhe financiar i jashtëm po jep ndikime komplekse dhe sfiduese edhe në ekonominë tonë. Rritja e vëmendjes për zgjerimin e prodhimit vendas si kujdesi për burimet njerëzore janë dy sfidat afatgjata për ekonominë e Shqipërisë. Këtë përfundim përcjell raporti vjetor i Bankës së Shqipërisë, i cili është paraqitur në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë nga guvernatori Gent Sejko. Sfidat strukturore mbeten po aq të rëndësishme. Përballimi këtyre sfidave kërkon vijimin e politikave të kujdesshme makroekonomike, por edhe përshpejtimin e reformave strukturore që forcojnë kapitalin njerëzor, zgjerojnë bazën prodhuese të ekonomisë dhe rrisin potencialin afatgjat të zhvillimit të vendit. Në këtë drejtim, Banka e Shqipërisë do të vijojë ta ushtrojë mandatin e saj me profesionalizëm, pavarësi dhe transparencë, si garantuese e stabilitetit monetar dhe financiar, si partnere besueshme e procesit të integrimit evropian dhe si institucion në shërbim të interesit afatgjat të qytetarëve shqiptar. Në vlerësimin e situatës aktuale të zhvillimeve ekonomike dhe financiare, guvernatori Sejko ka theksuar ndikimin që ka dhënë kriza globale pas shpërthimit të luftës në lindjen e mesme, e cila në mënyrë të veçantë solli rritje të çmimeve të naftës. Mjedisi ekonomik dhe financiar mbetet kompleks dhe sfidues. Pasiguria në tregjet ndërkombëtare, tensionet gjeopolitike, ndryshimet në politika tregtare dhe luhatjet e çmimeve të madrave bazë vijojnë të krijojnë rreziqe për ekonominë globale dhe për vendin tonë. Në veçanti, rritja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare gjatë vitit 2026 përbën një goditje negative oferte për Shqipërinë dhe partnerët tanë tregtar. Aktualisht natyra e paqëndrueshme e zhvillimeve e bën veçanërisht të vështirë vlerësimin e plotë të pasojave të këtij konflikti. Deputetët e kanë vlerësuar punën vjetore të Bankës Qendrore në mënyrë të veçantë rolin e saj për modernizimin e sistemeve të pagesave dhe kontributin për procesin e integrimit. Modernizimi i sistemit pagesave është një gjë që ju vetëm e thoni guvernator, po dhe ne në jetën tonë përditshme e prekim dhe ka shumë biznese të vogla në Shqipëri që kanë filluar të përdorin këto sisteme digjitale që ju keni me rregullore tuaja që përdoren nga të gjithë operatorët. Këto rezultate, unë mendoj që keni arritur deri tani e përbën një bazë të rëndësishme për gjykuar që puna e Bankës së Shqipërisë për vitin 2025 ka pasur arritje të rëndësishme dhe që bëhet një bazë edhe për sukses të vinë, sidomos në implementimin e strategjisë afatmesme që ju keni ndërmarrë në Krim Bikqyrës në nëntor të vitit të kaluar. Guvernatori Sejko u është përgjigjur pyetjeve të deputetëve për çështje të veçanta të politikave financiare dhe monetare. Pas miratimit në komision, raporti do të lexohet edhe në një nga seancat plenare të Kuvendit. Mungesa e financimit afatgjat konsiderohet një nga pengesat kryesore për zhvillimin e industrisë shqiptare. Strategjia industriale parashikon krijimin e një kuadri të integruar financimi dhe funksionalizimi, sa i takon Bankës Shqiptare të Zhvillimit me fokus në mbështetjen e investimeve prodhuese. Bizneset prodhuese shqiptare vijojnë të përballen me vështirësi në aksesin në financim. Strategjia kombëtare industriale 2026-2030 evidenton se sistemi bankar mbetet i orientuar kryesisht drejt sektorëve me risk më të ulët, ndërsa investimet në industri, teknologji dhe prodhim mbeten të nënfinancuara.
Sipas dokumentit, industria përpunuese përthith rreth 10.6% të stokut të kredis, ndërsa tregtia dominon me 26% të stokut dhe 37% të kredisë së re. Kjo tregon se bankat vijojnë të preferojnë sektor me qarkullim më të shpejt dhe risk më të ulët të perceptuar. Për të adresuar këtë boshllëk, strategjia parashikon krijimin e një mekanizmi të qëndrueshëm financimi për investimet prodhuese, përfshirë dritare të dedikuara për modernizimin, digitalizimin dhe eficiencën energjetike. Një rol të veçantë pritet të ketë Banka Shqiptare e Zhvillimit, e cila përmendet si instrumenti për mbështetjen e sektorëve prodhues dhe ndërmarrjeve të vogla e të mesme. Qëllimi është që bizneset të kenë më shumë mundësi për kredi, garanci dhe ndarje risku, duke ulur barrën e kolateralit dhe koston e huamarrjes. Për industrinë shqiptare, financimi mbetet hallka që do të përcaktojë nëse strategjia do të mbetet në letër apo do të kthehet në investime reale. Puna jashtë vendit po sill gjithnjë më shumë të ardhura për ekonominë tonë, puna sezonale apo ajo që vendasit bëjnë matan kufirit, solli mbi 192 milion euro në 3 muajin e parë të 2026. Shifra përbën nivelin më të lartë historik për një periudhë 3 muajore. Këto të ardhura përfshin pagat, shpërblimet dhe përfitimet e tjera që marrin rezidentët në Shqipëri nga jashtë. Të ardhurat që ekonomia shqiptare përfiton nga puna e qytetarëve jashtë vendit vijuan rritjen me ritme të shpejta edhe gjatë 3 muajorit të parë të vitit aktual. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, kompensimi i punojësve arriti në 192.4 milion euro, niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë për 3 muajt e parë të vitit. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, kur këto të ardhura ishin 154.7 milion euro, rritja arrin në 24.4% ose rreth 37.7 milion euro më shumë. Në vetëm 4 vite, ky tregues është refishuar nga 62.3 milion euro në 3 muajorin e parë të vitit 2021 në mbi 192 milion euro këtë vit. Sipas metodologjisë së bilancit të pagesave, të ardhurat nga puna jashtë vendit përfshin pagat, shpërblimet dhe përfitimet e tjera që fitojnë jashtë vendit punonësit rezident në Shqipëri, si punëtorët sezonal, punëtorët kufitar dhe personat të tjerë që punojnë për periudha afatshkurtra jashtë vendit, por që ruajnë qendrën e interesit ekonomik në Shqipëri. Rritja e vazhdueshme e këtij tregues si flet se puna jashtë vendit po sjell gjithmonë më shumë të ardhura për ekonominë shqiptare, ndërsa kërkesa për fuqi punëtore në vendet europiane dhe rritja e pagave në disa sektor kanë ndikuar pozitivisht në këtë zhvillim. Së bashku me remitancat e emigrantëve, këto të ardhura përbëjnë një nga burimet më të rëndësishme të hyrjes së valutës në vend dhe luajnë një rol të rëndësishëm në financimin e ekonomisë shqiptare. Në 3 muajorin e parë të vitit 2026, remitancat dhe të ardhurat nga puna nga jashtë vendit kontribuan me rreth 466 milion euro në bilancin e pagesave, duke ndihmuar në zbutjen e deficitit tregtar dhe në mbështetjen e konsumit të familjeve. Sipas të dhënave në 3 muajorin e parë të 2026, tregu i punës në Shqipëri mbetet i qëndrueshëm me ulje të lehtë të papunësisë për gratë dhe nivele të qëndrueshme punësimi. Megjithatë, diferenca gjinore vazhdon të mbetet e dukshme. Tregu i punës në Shqipëri vijon të tregojë lëvizje pozitive në fillim të vitit 2026, megjithatë diferencat mes grave dhe burrave mbeten ende të dukshme. Sipas të dhënave të paraqitur për 3 muajorin e parë të vitit 2026 nga Instat, burrat vazhdojnë të kenë pjesëmarrje më të lartë në forcat e punës dhe nivel më të lartë punësimi, ndërsa gratë mbeten më pak aktive në treg, edhe pse shfaqin shenja përmirësimi. Në 3 muajorin e parë të vitit 2026, shkallja e pjesëmarrjes në forcat e punës për burrat arriti në 69.7%, ndërsa për gratë u regjistrua në 57.1%. Krahasuar me 3 muajorin e mëparshëm, pjesëmarrja e burrave ka shënuar një rënje të lehtë, ndërsa te gratë niveli mbetet pothuajse i pandryshuar. Kjo tregon se ende një pjesë e konsiderueshme grave nuk janë të përfshira në tregun e punës, qoftë si të punësuar apo në kërkimin aktiv të një pune. Edhe në aspektin e punësimit, diferenca mes gjinive mbetet e ndjeshme. Në 3 muajorin e parë të vitit 2026, 64.4% të burrave rezultojnë të punësuar, kundrejt 51.8% të grave. Megjithatë, të dhënat tregojnë se punësimi ka mbetur relativisht i qëndrueshëm krahasuar me fundin e vitit 2025, duke sinjalizuar një treg pune që po ruan ritmin edhe në muajt e parë të vitit. Nga ana tjetër, një tregues pozitiv vjen nga ulja e papunësisë. Shkalla e papunësisë për gratë zbriti në 9.2%, nga 9.4% në 3 muajorin paraardhës dhe 9.8% një vit më parë. Edhe për burrat papunësia mbetet në nivele më të ulta, duke qëndruar në 7.6%, pothuajse e pandryshuar krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Të dhënat sugjerojnë se tregu i punës po ruan stabilitetin dhe po krijon më shumë mundësi, por hendeku gjinor vazhdon të jetë një nga sfidat kryesore. Rritja e pjesëmarrjes së grave në ekonomi mbetet një faktor i rëndësishëm, jo vetëm për punësimin, por edhe për rritjen ekonomike në tërësi.
Komisioni i Prokurimit Publik ka sjell një kursim financiar për 672 milion lek nga tenderat publik. Të dhënat u bën me dije nga nënkryetari i KPP-s gjatë raportimit për aktivitetin vjetor në Komisionin Parlamentar të Ligjeve. Gjatë vitit 2025, institucionet publike shpallën fitues në tender operator ekonomik me oferta më të larta, duke rrezikuar rritje të kostove për buxhetin e shtetit. Megjithatë, ndërhyrja e Komisionit të Prokurimit Publik ka shmangur këto pagesa, duke sjellë një kursim financiar prej 672 milion lek. Të dhënat u bën me dije nga nënkryetari i KPP gjatë raportimit në komisionet parlamentare. Gjatë vitit 2025, Komisioni i Prokurimit Publik ka kontribuar në kursimin e buxhetit të shtetit në një vlerë prej 672 milion lek e 25.015 lek pa TVSH. Zguro bëri me dije dhe numrin e ankesave, teksa pjesa më e madhe e tyre i përket fazës së vlerësimit të ofertave, që zë rreth 63.4% të totalit, ndërsa rreth 36% janë ankesa mbi dokumentet e tenderit. Janë regjistruar 1.197 ankesa në total, prej të cilave 1.188 ankesa janë paraqitur për procedurat e prokurimit publik, 8 ankesa për procedurat e ankanit publik, 1 ankesë në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes dhe 0 ankesa për leje minerare. Numri total i ankesave për procedura unike të ankimuar rezulton të jetë 853, pa përfshirë 10 ankesa të cilat janë për blerje të vogla. Gjatë diskutimeve në komision, deputetët e opozitës ngritën pyetje në lidhje me rritjen e numrit të ankesave, por sipas KPP, ato kanë ardhur për shkak të digitalizimit që ka rritur aksesin. Në këmbështrimin tonë dhe në nivelin teknik dhe profesional që ne e gjykojmë, ka të bëjë me rritjen e qëndrueshmërisë të përdorimit të sistemit të ankimimit. Që do të thotë, nga viti në vit është konsoliduar digitalizimi i sistemit online. Pra, ne nuk kemi më ankesa dorazi me post, por i kemi në mënyrë elektronike, ku çdo ankesë vjen njëkohësisht në KPP dhe në APP. Të dhënat tregojnë gjithashtu se është përmirësuar efikasiteti në shqyrtimin e ankesave, me uljen e kohës mesatare të vendimarrjes. Presidenti i Republikës Bajram Begaj mori pjesë në aktivitetin e organizuar me rastin e 20 vjetorit të themelimit të Eurorajonit Adriatiko-Jonian. Kreu i shtetit vlerësoi rolin e Eurorajonit si një model të suksesshëm të bashkëpunimit ndërkufitar. Presidenti i Republikës Bajram Begaj mori pjesë në aktivitetin e organizuar me rastin e 20 vjetorit të themelimit të Eurorajonit Adriatiko-Jonian me temë Vizioni për të ardhmen e Eurorajonit Adriatiko-Jonian. Në fjalën e tij, kreu i shtetit vlerësoi rolin e Eurorajonit si një model të suksesshëm të bashkëpunimit ndërkufitar dhe një shembull konkret të solidaritetit evropian, që për 2 dekada ka afruar komunitetet, ka forcuar partneritetet dhe ka sjellë përfitime të prekshme për qytetarët. 20 vjetori i Eurorajonit Adriatiko-Jonian i përket kësaj të fundit. Për 20 vjet, kjo nismë ka dëshmuar se bashkëpunimi nuk ndërtohet vetëm në tryezat e mëdha të politikës apo në marrëveshjet ndërmjet shteteve. Ai ndërtohet edhe më afër qytetarëve, aty ku autoritetet vendore dhe rajonale identifikojnë nevoja konkrete, krijojnë partneritete dhe japin zgjidhje që përmirësojnë jetën e përditshme të komuniteteve që përfaqësojnë. Kjo është arsyeja pse Eurorajoni Adriatiko-Jonian përfaqëson më shumë se sa një rrjet bashkëpunimi. Ai është një shembull i prekshëm i solidaritetit evropian, i lidhjes mes njerëzve dhe i një Europe që ndërtohet nga poshtë lart përmes besimit, partneritetit dhe vizionit të përbashkët. Kjo platformë lindi nga bindja se deti Adriatik dhe deti jon nuk duhet të shihen si kufi që na ndajnë, por si hapësira që bashkojnë. Sot mund të themi me bindje se ky vizion ka prodhuar rezultate konkrete, ka krijuar partneritete të qëndrueshme dhe ka forcuar lidhjet ndërmjet popujve tanë. Kreu i shtetit rikonfirmoi angazhimin e Shqipërisë për të mbështetur çdo iniciativë që forcon lidhjet mes komuniteteve të rajonit dhe kontribuon në një hapësirë adriatiko-joniane më të zhvilluar, më të qëndrueshme dhe më konkurruese. Enti Regulatori i Energjisë ka miratuar së fundmi standarde të reja për cilësinë e furnizimit me energji. Rregulloria e re përcakton edhe ulje të kohës së ndërprerjeve të energjisë dhe rritje të transparencës ndaj abonentëve.
Enti rregullatori i energjisë ka miratuar disa ndryshime në rregulloren që përcakton kriteret standarde të cilësisë së shërbimit dhe sigurisë së rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike, duke vendosur objektiva të rinj për periudhën 2026-2028. Vendimi synon përmirësimin e mëtejshëm të cilësisë së furnizimit për konsumatorët dhe përshtatjen e rregullave me zhvillimet e tregut të energjisë. Vendimi miraton nivele të reja të pritshme për treguesit kryesor të cilësisë, si energjia e pafurnizuar, kozgjatja mesatare e ndërprerjeve për klient dhe frekuenca mesatare e ndërprerjeve, duke synuar përmirësim gradual të tyre deri në vitin 2028. Kozgjatja mesatare e ndërprerjeve duhet të ulet nga 36 orë në vitin 2026 në 34,64 orë në vitin 2028, ndërsa frekuenca nga 21,72 në 20,86 ndërprerje mesatare për klient. Një tjetër ndryshim lidhet me transparencën ndaj abonentëve. OSSH do ketë detyrimin të publikojnë në mënyrë periodike treguesit e cilësisë së shërbimit në faqen e saj zyrtare, çdo 3 muaj për rezultatet periodike dhe çdo janar për performancën vjetore të vitit paraardhës. Vendimi sjell gjithashtu ndryshime në mekanizmat e kompensimit për furnizuesit në rastet e ndërprerjeve të paplanifikuara. Për herë të parë parashikohet kompensimi jo vetëm për disbalancat pozitive, por edhe për disbalancat negative që mund të shkaktojnë furnizuesve si pasojë e ndërprerjeve në rrjetin e shpërndarjes. Sipas erës, ndryshimet janë ndërmarrë pas rekomandimeve të Kuvendit për rishikimin e standardeve të cilësisë së shërbimit, si dhe në bazë të raportimeve të operatorit të sistemit të shpërndarjes, nga të cilat rezulton një trend përmirësues i treguesve kryesor të performancës së rrjetit. Kontrolle të rrepta dhe gjurmim të çdo transaksioni. Ministria e Financës ka miratuar një udhëzim të ri që forcon rregullat e mbikëqyrjes së basteve sportive online. Synimi është që ky treg të formalizohet plotësisht. Ministria e Financave ka miratuar një udhëzim të ri që vendos procedurat dhe standardet për kryerjen e pagesave dhe tërheqjeve të fondeve në kategorinë baste sportive online. Referuar udhëzimit të publikuar në fletoren zyrtare, janë vendosur rregulla të detajuara për operatorët e licencuar dhe institucionet financiare që do të ndërmjetësojnë transaksionet me synimin për të garantuar më shumë transparencë, siguri dhe kontroll në këtë sektor. Sipas udhëzimit, çdo pagesë apo tërheqje fondesh do të kryhet vetëm përmes agjentëve financiar të licencuar nga Banka e Shqipërisë. Ndërkohë, operatorëve u ndalohet kryerja e pagesave me para në dorë. Çdo transaksion duhet të jetë i identifikueshëm dhe i gjurmueshëm në sistemet e operatorit, të institucionet financiar dhe në sistemin qendror të monitorimit online, i cili administrohet nga Autoriteti i Mbikëqyrjes së Lojrave të Fatit. Një nga elementet kryesore të udhëzimit lidhe me verifikimin e identitetit të lojtarëve. Operatorët do të jenë të detyruar të kontrollojnë identitetin e çdo përdoruesi përpara aktivizimit të llogarisë së lojës dhe të sigurohen që mjeti i pagesës i përdorur për depozitimin apo tërheqjen e fondeve i përket të njëjtit person. Në rast të mos përputhjes së të dhënave, transaksioni do të refuzohet automatikisht. Dokumenti përcakton gjithashtu se në sistem do të lejohet vetëm një llogari për çdo lojtar, po kështu nuk do të pranohen persona nën moshën 21 vjeçare, si dhe individ të përfshirë në listën e vetpërjashtimit të administruar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes së Lojrave të Fatit. Organizatorët janë të detyruar të zbatojnë menjëherë kërkesat për vetpërjashtim dhe kufizimet përkatëse. Për të garantuar sigurinë e fondeve, operatorët duhet të mbajnë një llogari të veçantë ku ruhen ekskluzivisht paratë e lojtarëve. Rregullat të posaçme janë vendosur edhe për pagesën e fitimeve. Ato do të transferohen vetëm në llogarinë personale të lojtarit dhe në të njëjtin mjet pagese që është përdorur për depozitimin e fondeve. Transferimi i fitimeve në llogari të personave të tretë ose në mjete pagese që nuk i përkasin lojtarit nuk do të lejohet. Udhëzimi forcon gjithashtu masat kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Operatorët duhet të monitorojnë transaksionet, të identifikojnë rastet e dyshimta dhe t'i raportojnë ato pranë Agjencisë së Inteligjencës Financiare. Në rastet kur dyshimet lidhen me aktivitetin e lojës ose sistemet e pagesave, do të njoftohet edhe Autoriteti i Mbikëqyrjes së Lojrave të Fatit. Ndërkohë, operatorët do të raportojnë çdo muaj të dhënat të detajuara mbi depozitat, tërheqjet, fitimet e paguara, të ardhurat nga loja dhe numrin e lojtarëve aktiv.
Çdo incident teknik ose operacional duhet të raportohet brenda 24 orëve. Mos respektimi i kërkesave të këtij udhëzimi do të konsiderohet shkelje e legjislacionit për lërat e fatit dhe mund të sjellë masa administrative deri në pezullimin ose revokimin e licencës së operatorit, thuhet në fletoren zyrtare. Facebook vazhdon të dominojë trafikun online në Shqipëri duke sjellë 96.91% të vizitave nga rrjetet sociale drejt faqeve të internetit. Platformat e tjera si Instagram, X dhe YouTube mbeten shumë më pas duke treguar ndikimin e fortë që Facebook ka te përdoruesit shqiptar. Rrjetet sociale vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në mënyrën se si shqiptarët marrin informacion dhe drejtojnë drejt faqeve të internetit. Të dhënat nga Data Report për vitin 2025 tregojnë se Facebook është burimi kryesor i trafikut që vjen nga rrjetet sociale drejt faqeve të treta në Shqipëri, duke lënë pas me diferencë të madhe të gjitha platformat e tjera. Sipas statistikave, 96.91% e vizitave që vijnë nga rrjetet sociale drejt faqeve online shqiptare kanë si burim Facebookun. Dominimi i kësaj platforme tregon se pavarësisht rritjes së aplikacioneve të reja, Facebook vazhdon të mbajë një ndikim të fortë te përdoruesit shqiptar, sidomos për shpërndarjen e lajmeve, përmbajtjeve dhe informacionit. Pas Facebookut në vend të dytë renditet Instagrami, me vetëm 2% të trafikut. Një diferencë e madhe tregon se përdoruesit ende e përdorin më shumë këtë platformë për ndërveprim dhe përmbajtje vizuale sesa për të kaluar drejt faqeve të jashtme. Ndërkohë rrjetet e tjera kanë ndikim shumë të vogël. Platforma X sjell rreth 0.54% të trafikut, ndërsa Pinterest 0.22%, YouTube 0.13%, LinkedIn 0.07% dhe Reddit 0.6%. Një tjetër element që bie në sy është se hendeku mes Facebookut dhe platformave të tjera mbetet jashtëzakonisht i madh, duke treguar një varësi të lartë të ekosistemit online shqiptar nga kjo platformë. Për shumë media, biznese dhe krijues përmbajtje, Facebook vazhdon të jetë kanali kryesor për të shpërndarë materiale, për të arritur audiencën dhe për të sjellë përdorues drejt faqeve të tyre. Megjithatë, ndryshimet në mënyrën e konsumit të internetit mund të sjellin lëvizje në të ardhmen. Rritja e përdorimit të platformave me video të shkurtra dhe me përmbajtje më interaktive po ndryshon gradualisht sjelljen e përdoruesve. Por deri më tani në Shqipëri Facebook mbetet ende rrjeti social që udhëheq trafikun dhe ndikimin online. Plakja e popullsisë dhe rritja e numrit të pacientëve me sëmundje kronike po e bën gjithnjë më të nevojshëm kujdesin shëndetësor në banesë. Sipas ekspertëve, mungesa e financimit të dedikuar po krijon vështirësi në ofrimin e këtij shërbimi. Ata vlerësojnë se kostot për këtë shërbim janë të përballueshme, ndaj duhet të jenë prioritet i politikave publike. Mira pacient me sëmundje kronike, të moshuar dhe persona me pamundësi lëvizjeje varen çdo ditë nga kujdesi shëndetësor në banesë. Megjithatë, sipas organizatës Together for Life, ky shërbim jetik vazhdon të funksionojë pa një linjë të dedikuar financimi, duke vënë në rrezik qëndrueshmërinë e tij. Në vitin e parë, ky shërbim do të ishte kosto e këtij shërbimi do të ishte rreth 970 milion lekë. Ndërsa në vitet e tjera sigurisht do të ishte disa fish më i ulët, sepse kostot fillestare janë gjithmonë më të larta. Ne kemi vërejtur nga monitorimi që kemi bërë buxhetit të Ministrisë së Shëndetësisë ndër vite, që shërbimi parësor në të cilin ofrohet ky shërbim në fakt në qendrat shëndetësore nuk është më prioritet jo vetëm i politikave qeveritare, por as i politikave të Ministrisë së Shëndetësisë. Buxheti për sistemin parësor ka ardhur në ulje nga viti në vit. Ekspertët theksojnë se kostot e ofrimit të një shërbimi të tillë janë tërësisht të përballueshëm për buxhetin e shtetit. Ky shërbim ka nevojë për një financim të qëndrueshëm, sepse infermierët që ofrojnë këtë shërbim dhe që janë infermierë të kualifikuar për procedura të avancuara mjekësore, kanë nevojë të mbështeten me transport për të shkuar pranë banesave të pacientëve. Veçanërisht pacientëve që ndodhen në zona të thella, në zona malore dhe në zona rurale që ndodhen larg qendrave shëndetësore dhe larg shërbimeve të tjera shëndetësore. Po ashtu, është e nevojshme që ofruesit e shërbimit, kryesisht infermierët, por edhe mjekët, të pajisen me të tëra mjetet e nevojshme për të ofruar shërbimin në banesë. Buxheti nuk alokohet nga financat publike, do të thotë që kostot e shërbimit do t'i faturohen pacientit. Organizata kërkon që financimi i kujdesit shëndetësor në banesë të garantohet në buxhetin afatmesëm 2027-2029.
Do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Banka Qendrore Evropiane i rriti normat e saj të interesit duke shënuar një kthim vendimtar drejt masave shtrënguese. Reagimi vjen pasi lufta me Iranin e çoi inflacionin e eurozonës në nivelin e tij më të lartë në gati 3 vjet. Banka Qendrore Evropiane ka rritur normat e interesit për herë të parë në gati 3 vite. Norma e depozitave ka shkuar nga 2% në 2.25% pas takimit të Këshillit Drejtues të njëjtën. Banka Qendrore Evropiane përcakton politikën monetare për eurozonën nëpërmjet 3 normave kryesore të interesit. Norma e depozitave që shërben si pikë referimi kryesore politikës së saj. Norma e depozitave të Bankës Qendrore Evropiane u rrit për herë të fundit në shtator të vitit 2023 kur arriti kulmin prej 4% pas një cikli shtrëngues që synonte të stabilizonte krizën e inflacionit pas pandemisë. BCE gjithashtu rriti normën e saj të operacioneve të rifinancimit në 2.4% dhe normën e saj të kredisë margjinale në 2.65%. Rritja e normave bazë të interesit shënon një përmbysje të qartë të ciklit lehtësues që ndoqi Banka Qendrore Evropiane gjatë pjesës më të madhe të vitit 2025, pas inflacionit e eurozonës që arriti në 3.2% në maj, niveli më i lartë që nga shtatori i vitit 2023, i nxitur nga rritja prej 10.9% të çmimeve të energjisë. Në thelb Këshilli Drejtues arriti në përfundimin se mosveprimi nuk ishte më justifikueshëm. Rritja vjen në një moment të vështirë për ekonominë e eurozonës, e cila në 3 muajin e parë të vitit aktual u tkurr me 0.2%, krahasuar me 3 muajt e mëparshëm. Ndërkohë inflacioni u rrit në 3.2%, niveli më i lartë që nga viti 2023, dhe inflacioni bazë, i cili përjashton përbërësit e paqëndrueshëm të ushqimit dhe energjisë, gjithashtu u rrit nga 2.2% në prill në 2.5% në maj, duke minuar çdo argument se presionet e çmimeve mbeten të kufizuara vetëm në energji. Për familjet dhe biznesin të gjithë bllokun me 21 vende, vendimi përkthehet në kosto më të lartë huamarrje për hipotekat dhe kredite korporatave, në një kohë kur fuqia blerëse tashmë po ngushtohet nga çmimet e larta të karburantit dhe benzinës. Tregjet gjithashtu po parashikojnë një probabilitet për afërsisht 50% për një rritje të mëtejshme në shtator, duke sugjeruar se lëvizja e sejntes shihet si hapja një faze të re shtrënguese dhe jo si një ndërhyrje e synuar dhe e menjëhershme. FMN ka kërkuar vendeve të eurozonës të shtrëngojnë politikat e tyre fiskale në vend që t'i zbusin ato mëtej. Sipas ekspertëve, kjo duhet jetë si një përgjigje ndaj krizës energjetike, si edhe një përpjekje e shtesë rregulluese që u kërkohet vendeve me borxhe të larta. Vendet e eurozonës nuk duhet të lehtësojnë mëtej masat fiskale për të përballuar tronditjen aktuale energjetike, por përkundrazi të përmirësojnë balancat e tyre buxhetore. Vendeve me borxhe të larta u kërkohen përpjekje shtesë. Kjo është kërkesa që ka bërë FMN-ja në vlerësimin e saj vjetor të ekonomisë së eurozonës, të publikuar të njëjtën. Një procedurë deficitit të tepërt për 1.5% është tashmë në fuqi në të gjithë bllokun, duke lejuar shpenzimet e mbrojtjes për vendet e BE-s më të prekura nga kriza energjetike, të cilat po kërkojnë një lehtësim të mëtejshëm të rregullave fiskal. Lufta në lindjen e mesme vazhdoni, portuesit evropian që mbështeten shumë te nafta dhe gazi po goditen më së shumti. Ne kemi paralajmëruar se ndodhemi në një botë më të prirur ndaj tronditjeve. Duhet të presim që do të ketë më shumë tronditje dhe duhet të jemi shumë të kujdesshëm se si shpërndajmë burimet e pakta publike. Nuk do të jetë hera e fundit që kjo do të jetë e nevojshme, u tha gazetarëve drejtoresha menaxhuese e FMN-s. Kristalina Georgieva gjatë një konferencë përshtyp u tha gazetarëve se FMN-ja do të donte shumë që vendet të disiplinoheshin në mënyra se si përdorin fleksibilitetin buxhetor, veçanërisht vendet që kanë nivele të larta deficiti. Duke përjashtuar Gjermaninë, FMN-ja rekomandon përmirësimin e bilancit primar strukturor me rreth 3% të produktit të brendshëm bruto midis viteve 2025 dhe 2031. Një shtesë për 1.3 pikësh përqindje mbi nivelin bazë, kryesisht për vendet me nivele të larta borxhi. Me fjalë të tjera, FMN-ja po bën thirrje për konsolidim fiskal strukturor nga vendet e eurozonës me përpjekje shtesë për vendet me borxh të lartë, të cilat duhet të bëjnë edhe më shumë se sa ishte parashikuar tashmë. Rregullimi fiskal do të kërkojë një strategji përfshirëse dhe të besueshme që kombinon ripërcaktimin e prioriteteve të shpenzimeve, përmirësimin e efikasitetit të shpenzimeve dhe masa strukturore si reforma e të drejtave sociale, së bashku me reformat që nxisin rritjen për të rritur të ardhurat, thuhet në deklaratën e FMN-s. India ka vendosur të kufizojë blerjet e karburanteve me pakicë për një periudhë deri në 90 ditë. Masa po ndërmerret për shkak të kufizimeve në furnizim që vijnë si pasojë e luftës në lindjen e mesme. India u ka ndaluar konsumatorëve komercial blerjen e benzinës dhe naftës nga stacionet e karburantit me pakicë dhe ka vendosur kufizime në blerje ditore të naftës për të parandaluar mungesat lokale.
Kjo vjen pas ndërprerjeve në zinxhirin global të furnizimit për shkak të luftës në lindjen e mesme. Shitësve të karburantit me pakicu është kërkuar të shesin deri në 200 litra naftë për klient ose automjet në ditë, sipas një urdhri qeveritare të lëshuar këtë javë, duke shtuar se klientët nuk mund të rishesin naftën. Klientët komercial si kompanitë e kamionëve kanë bler naftë nga pikat e shitjes me pakicë të kompanive shtetërore, ku çmimet kanë qenë më të lira se në pikat e zakonshme të furnizimit me shumicë, dhe kjo ka çuar në mungesa në pompat e shitjes me pakicë disa zona. Qeveria tha se kufizimet ishin të nevojshme për të siguruar disponueshmëri të barabartë të benzinës dhe naftës në të gjithë vendin, për të parandaluar devijimin dhe grumbullimin, si dhe për të ruajtur furnizimin e pandërprerë të karburantit me çmime të drejta. Ndërsa shitësit me pakicë të karburantit shtetëror po pësojnë një humbje të ardhura për rreth $0.38 për litër nga shitjet e naftës të klientët me pakicë, ndërkohë karburanti shitet me çmimet e tregut për blerësit industrial. Nga shitjet e benzinës ata po humbasin gati $1 për litër. India është një eksportues neto e karburanteve të rafinuara, por shitjet më të larta të karburanteve me çmime të subvencionuara brenda vitit po godasin rentabilitetin e shitësve me pakicë të karburanteve shtetërore. Tre shitësit me pakicë të karburantit të drejtuar nga shteti kontrollojnë rreth 90% të më shumë se 100.000 stacioneve të karburantit në Indi, duke i referuar luftës SBA Izrael me Iranin. Urdhri i qeverisë tha se tensionet gjeopolitike kanë tendosur zinxhirit global të furnizimit me naftë, logjistikën e transportit detar dhe disponueshmërinë e produkteve të naftës, duke bërë të domosdoshëm menaxhimin e kujdesshëm dhe ruajtjen e furnizimeve. Masa do të mbetet në fuqi për një periudhë fillestare deri në 90 ditë. Ukraina ka kërkuar ndihmë financiare ose kredi për të mundur përfundimisht Rusinë. Sipas autoriteteve ukrainase, për të ndodhur kjo, nevojitet $20 miliard shtesë për të kanalizuar në forcimin e mbrojtjes ajrore, blerjen e armëve amerikane dhe municioneve, si edhe modernizimin e sistemeve të luftës elektronike. Ukraina po kërkon $20 miliard shtesë në ndihmë financiare nga aleatët e saj në mënyrë që të fitojë një avantazh në terren kundër Rusisë, zbuloi një zyrtar i lartë në Ministrinë e Mbrojtjes së Ukrainës për politikë. Të gjithë shohin se Rusia po digjet dhe ne duam që ajo të digjet edhe më shumë, por na duhen para për të arritur këtë, theksoi zyrtari i Ukrainës. Kërkesa zyrtare për $20 miliard pritet të paraqitet më 18 qershor në takimin e ardhshëm të grupit të kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës, i njohur edhe si skema Ramstein, ku aleatët koordinojnë ndihmën ekonomike dhe ushtarake për Kievin. Sipas burimeve, çështja është ngritur nga ministri ukrainë i mbrojtjes Fedorov dhe zyrtar të tjerë qeveritar në takime me përfaqësues të Norvegjisë, Suedisë, Gjermanisë dhe Kanadas. Siç zbulon zyrtari i Ukrainës, Kievi planifikon të kërkojë secilit partner veçmas një kontribut prej 2 deri në $6 miliard. Mbështetja mund të ofrohet ose si ndihmë drejt për drejt ose në formë kredie, sqaroi ai. Në të njëjtën kohë, mbështetja për Ukrainën pritet të jetë në qendër të samitit të NATO-s në Korrik në Ankara, në margjinat e të cilit do të jetë i pranishëm edhe Zelenski. Nëse këto fonde jepen më në fund, Ukraina synon të kanalizojë ato për forcimin e mbrojtjes ajrore, si edhe për rritjen e kontributeve në listën prioritare të Ukrainës, programi specializuar i NATO-s përmes të cilit aleatët blejnë armë amerikane në emër të Kievit. Paratë do të ndahen gjithashtu për blerjen e municioneve, sistemeve të luftës elektronike si dhe porosive të drejt për drejta nga industritë vendase të mbrojtjes së Ukrainës. Kievi ka përmirësuar ndjeshëm teknologjinë e droneve dhe raketave, duke nisur një fushat shumë planëshe në muajt e fundit, nga dronët me rreze të shkurtë të veprimi që e kanë shndërruar vijën e frontit në një zonë të ndaluar të sistemit me rreze të mesme veprimi që po godasin linjat ruse të furnizimit dhe transportit. Në të njëjtën kohë, forcat ukrainase po kryen operacione ushtarake thellë brenda territorit rus, duke synuar fabrika, rafineri, porte dhe infrastrukturë tjetër strategjike. Dalja në tregun e aksioneve ka bërë sipërmarrësin e njohur Elon Musk trilionerin e parë në botë. SpaceX, kompania e raketave, sateliteve dhe inteligjencës artificiale që së bashku me prodhuesin e makinave elektrike Tesla formojnë qendrën e perandorisë së Musk, mblodhën një rekord prej $75 miliard në ofertën fillestare publike. Pak drejtues biznesi janë bërë aq të njohur sa Elon Musk sipërmarrësi që është bërë një figurë qendrore në kulturën e internetit. Ai tashmë ka grumbulluar aq pasuri sa që u bë trilioneri i parë në botë. SpaceX, kompania e raketave, satelitëve dhe inteligjencës artificiale që së bashku me prodhuesin e makinave elektrike Tesla formojnë qendrën e perandorisë së Musk, mblodhën një rekord prej $75 miliard në ofertën fillestare publike të njëjtën, duke theksuar entuziazmin e investitorëve për sipërmarrjet e tij të biznesit.
Çmimi i ofertës fillestare publike për $135 për aksion ishte më i madh i arritur ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shuma e mësipërme u realizua pas shitjes së 555 milion aksioneve, një rekord për një ofertë fillestare. Përpara shitjes së aksioneve, Forbes vlerësoi pasurinë e tij neto në $780 miliardë, shumë më tepër se ndjeksi i radhës Larry Page. Pjesa më e madhe e pasurisë së mas tani përket SpaceX, ku ai zotëron aksione me vlerë afërsisht $866 miliardë. Së bashku me Teslën dhe pjesën tjetër të pronave të tij, pasuria e tij neto kalon $1.1 trilion. Musk u bë emër i njohur nëpërmjet Teslës dhe SpaceX përpara se zgjeronte ndikimin e tij me blerjen me $44 miliardë të platformës së mediave sociale Twitter në vitin 2022. Marrëveshja i dha atij një kanal të drejt për qindra miliona përdorues dhe bëri atë një zë të shquar në tema nga politika, imigracioni, shpenzimet qeveritare dhe liria e fjalës. Musk, 54 vjeç, lindi në Pretoria, Afrika e Jugut, nga një nën kanadeze dhe një baba afrikano-jugor. Ai ndoqi Universitetin e Pensilvanisë, ku diplomua në vitin 1997. Ai mori përsipër detyrën e drejtorit ekzekutiv të Teslës në vitin 2008 me bindjen se automjetet elektrike mund të kombinonin performancë të lartë me karakteristika të bazuara në software. Disa vëzhgues të industrisë automobilave thonë se suksesi i Teslës dhe kapitalizimi i saj tregut prej mbi $1 trilion ndihmojnë në nxitjen e prodhuesve tradicional të automobilave që të kalonin në makina elektrike. Shumë investitor po vënë bazë se ai mund të përsërisë këtë sukses në hapësirë dhe inteligjencën artificiale. Novo Nordisk do të tregtojë në tregun britanik dhe më pas edhe në atë evropian një pilul për humbje peshe. Miratimi i dhënë nga autoritetet britanike u jep më shumë se 10 milion njerëzve me obezitet në Mbretërinë e Bashkuar për një alternativë ndaj injeksioneve. Regulatori i ilaçeve i Britanisë miratoi Novo Nordisk, një pilul për humbje peshe të njëjtën. Kështu Mbretëria e Bashkuar bëhet tregu i parë në Europë ku pacientët mund të kenë akses në trajtimin me pilula. Miratimi u jep më shumë se 10 milion njerëzve me obezitet në Mbretërinë e Bashkuar një alternativë ndaj injeksioneve, ndërsa prodhuesit e ilaçeve garojnë për të zgjeruar përdorimin e ilaçeve që kanë transformuar trajtimin e humbjes së peshës dhe kanë riformsuar industrinë globale farmaceutike. Pilula përmban semaglutid, të njëjtën përbërës aktiv si ilaçet e injektueshme të Novos, Wegovy për humbje peshe dhe Ozempic për diabetin. Novo mori miratim të hershëm në Shtetet e Bashkuara për pilulën e saj për humbje peshe dhe u lançua atje këtë vit. Analistët presin që ky treg të kalojë $100 miliard të ardhura deri në vitin 2030. Për disa njerëz një formulë me pilula mund të bëjë trajtimin më të pranueshëm se sa terapitë e injektueshme, tha doktori Maris Prekli, e Universitetit të Cambridge, duke shtuar se tableta duhet të merret me stomak bosh dhe 30 minuta para ngrënies. Rreth 2.4 milion njerëz në Mbretërinë e Bashkuar përdorin ilaçe GLP-1 vitin e kaluar. Vetëm rreth 200.000 prej tyre morën trajtim përmes shërbimit shëndetësor kombëtar të drejtuar nga shteti, sipas të dhënave zyrtare. Pjesa tjetër i mori ato privatisht, ku ilaçet mund të kushtojnë £100 në muaj. Instituti Kombëtar Britanik për Ekselencën në Shëndetësi dhe Kujdes duhet ta vlerësojë pilulën përpara se ajo të bëhet e disponueshme. Deri atëherë pacientët mund të marrin pilulën Wegovy përmes ofruesve privat, të cilët do të kontrollojnë çmimin e saj, tha Novo. Një zëdhënës i NIS tha se agjencia duhet të ishte e diskutueshme aktive me Novon, por se kompania duhet të paraqesë ende një dokument provash që instituti të jap një rekomandim. Botrori i futbollit nisi me një fitore të njërit prej vendeve organizatore në stadiumin e mirënjohur Azteca Meksikan poshti Afrikën e Jugut me rezultatin 2-0, ndërkohë në ndeshjen e dytë të mbrëmjes si pjesë e të njëjtit grup Korea e Jugut mundi Republikën Çeke 2-1. Meksika nisi festën e Kupës së Botës duke mposhtur Afrikën e Jugut me rezultatin 2-0 të njëjtën në një përplasje të stuhishme me 3 karton të kuq, ndërsa tymi piroteknik i ceremonisë së hapjes ja la vendi një reje mjegulle të kuqe në stadiumin e mrekullueshëm të Azteca. Fitoria në ndeshjen e parë ka të ngjartë mbajt mend jo për futbollin emocionues, por për morinë e përjashtimeve. Goli i hershëm i Julian Quinones i dha tonin e një paraqitje dominuese meksikane në ndeshjen e grupit A me goli në kokë të Raul Jimenez në mes të pjesës së dytë që largoi çdo tension të mbetur për tifozët vendas. Megjithatë, Afrika e Jugut mbeti me 10 lojtar kur Cefelo Sitlo u përjashtua me të kuq në fillim të pjesës së dytë me shokun e tij të skuadrës, Themba Zuan, që ndoqi jashtë fushës përpara se Cesar Montes i Meksikës të përjashtojë në momentet e fundit. Ndeshja me temperament të acaruar prishte një atmosferë festive. Megjithatë, tifozët vendas patën mundësinë të festonin një fitore hapëse që do t'i përgatiste ata mirë për të dalë nga një grup që përfshin edhe Korenë e Jugut edhe Republikën Çeke. Në ndeshjen e dytë të ditës, Guadalajara Korea
e Jugut e mposhti Republikën Çeke me një gol të shënuar nga Oh Huen-gyo, i cili e çoi rezultatin në 2-1 në minutën e 80. Pas një pjese të parë të zbet ku të dyja ekipet u fishkëllyen ndërsa largoheshin nga fusha, Republika Çeke kaloi në një epërsi në minutën e 59 me një gjuajtje me kokë të kapitenit Ladislav Krejci, pas një gjuajtje të gjatë anësore në zonën e penaltis. Korea e Jugut barazoi rezultatin në minutën e 67, kur Wang shënoi pasi falsifikoi një gjuajtje me një lëvizje të zgjuar për të larguar dy lojtar çek. Më pas ai bëri një krosim nga krau i djathtë për goditjen vendimtare të Ho Huen-gyo në minutën e 80 në një ndeshje të luajtur përpara qindra vendeve poshtë në stadiumin Guadalajara. Meksika tani ka 3 pikë në grupin A dhe do të luajë kundër Koresë së Jugut të njëjtën e ardhshme në Guadalajara. Afrika e Jugut do të luajë kundër Republikës Çeke në të njëjtën ditë në Atalanta. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, ndajmë këtu për të ritakuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.